Arditi nuk e kishte menduar kurrë se jeta do t'i ndryshonte kaq shpejt. Ishte 28 vjeç. Punonte në një studio të vogël arkitekture në Tiranë, me një ditë të rregullt që rrithte mes projekteve, vizatimeve dhe kafeve të shpejta me kolegë. Ai ishte nga ata djemtë e qetë që nuk e ngrinin zërin, që e respektonin fjalën dhe familjen. Jati, Fatmiri, e kishte rritur me shumë përkushtim, sidomos pasi gruaja e tyre kishte ndëruar jetë herët. Ndaj, Arditi kishte në zemër një lloj butësie që pak njerëz e shihnin në meshkujt të moshës së tij. Nuk kishte pasur asnjë histori të madhe dashurie, po kishte pasur njohje, takime të rastishme, disa muaj të vakët me dikë që kurrë nuk u bë e rëndësishme, por asgjë për të cilën mund të thoshte, kjo është e imja. Ndoshta sepse ai nuk kërkonte thjesht një lidhje, kërkonte qetësi, ndjenjë, një njeri pranë të cilit të mos duhet të shpjegohej. E pikërisht atëherë, kur nuk e priste, ndodhi ajo mbrëmje. Ishte ditëlindja e shoqes së motrës së tij, Klestës. Arditi zakonisht nuk shkonte në festa, por atë natë motra e kishte bindur. Hajde një herë, do jetë qef, të gjithë miq, mos rri gjithkohë në kompjuter. Ai shkoi pa ndonjë qef, i veshur thjesht, duke menduar se do qëndronte maksimumi një orë. Por, sapo hyri, e pa Kesin. Ajo ishte ulur në një kënd, duke qeshur me dy shoqe. Kishte një lloj energjie që duke sikur e mbushte gjithë dhomën. Syt i shkëlqenin, flokët i binin mbi supe dhe gjestet e saj kishin diçka spontane, të pakontrolluar. Ishte krejt ndryshe nga Arditi. Aty, ku ai ishte i matur, ajo duke si zjarr që merrte formë vet. Kur Klesa i bëri prezantimin e shkurtër, Kesi zgjati dorën me siguri. Ti, që nge vëllai që të fshehin gjithkohën, por pak mendova se si e real. Arditi qeshi. I utuar nga mënyra e saj drejt për drejt, biseduan pak për punën e tij, për arkitekturën, për pasionet e saj. Ajo punonte online, herë në marketing, herë në projekte të vogla kreative. Nuk di kur ku do jem pas një muaj, tha ajo me të qeshur. Dhe kjo, në një farë mënyre, e ma gjep si Arditin. Pjesën tjetër të mbrëmjes e kaluan duke folur, duke shkëmbyer batuta dhe duke parë njëri tjetrin më shumë se ç'duhej. Kur po iknin, Casey e ndali. Mos ik pa më dhënë numrin, se pastaj do më marr malli për atë seriozitetin tënd. Ai ia dha me një buzëqeshje që i erdhi natyrshëm. Takimet e tyre filluan me një herë pas asaj nate. Takime të thjeshta, kafe në një lokal të qetë, shëtitje natën vonë, biseda që zgjateshin më shumë se sa kishin menduar. Te Arditi, Casey gjente siguri. Te Casey, Arditi gjente gjallëri. Si dy skaje të së njëjtës monedhe, që papritur ishin bërë për njëri tjetrin. Dashuria e tyre u ndes shpejt, me atë shpejtësinë që njerëzit e qetë zakonisht e kanë frikë, por që Arditi i dukej si një dhuratë e befasishme e jetës. Pak muaj më vonë ndodhi lajmi që bashkun Titi i potën. Binte shi atë ditë, dhe Casey kishte qenë e qetë, më shumë se zakonisht. U ul përballë Arditit në kuzhinë dhe nisi të rrotullonte një gotë me ujë ndërduar. Kur ai e pyeti nëse çdo gjë ishte në rregull, ajo vetëm mori frymë thellë dhe nxori nga çanta një test. Ardit, jam shtazan. Fjalët u varën në ajër. Për disa sekonda, ai mbeti i ngrirë. Pastaj, buzëqeshja i erdhi vetvetiu. Ajo buzëqeshje ndritshme që ai nuk e kishte shfaqur kurrë më parë. E ngriti Casey në ajër, e përqafoi fort, ndërsa ajo qante e friksuar e pasigurt. Ardit, unë nuk e di si do jetë. Nuk jam gati. Nuk e di nëse jam një eri i qëndrueshëm për këtë gjë. Ne do ta bëjmë bashkë, i tha ai ngadalë, duke i mbajtur fytyrën mes duarve. Nuk je vetëm, asnjë ditë. Casey uli syt, sikur donte të fshihej. Ajo vinte nga një jetë e trazuar, lidhje që nuk funksionuan, vendime impulsive, njerëz që i kishin lënduar. Por, për herë të parë, dikush po i premtonte stabilitet. Disa javë më vonë, ata vendosën të martoheshin. Ishte vendimi i shpejtë, ndoshta më i shpejtë nga ç'duhet. Por Arditi nuk donte që fëmia të rritej në pasiguri, ndërsa Casey dukej sikur e kërkonte këtë mbështetje për të mos e humbur kontrollin mbi jetën. Fatmiri, jati i Arditit, u prek thellë nga lajmi. Nuk ishte më i ri, dhe ideja se do të bëjë gjysh e gëzoi si fëmijë. E mbështeti djalin pas një hezitim, ndërsa familja e Caseyt ishte më e ftohtë. Egla, motra e saj, nuk e fsheu skepticizmin. Jeni në nxitim, tha ajo hapur. Ndoshta, u përgjigj Casey. Por, donjëherë
duhet të kapësh çfarë të sjellë jeta. Dasma u organizua shpejt, me pak njerëz, por me shumë emocione. Arditi e kujtonte si një mjegull të bukur. Duart e Kesi që dridheshin, mënyra si ajo shikonte gjatë betimit, sikur donte të besonte se çdo gjë do shkonte mirë. Por, brenda Arditit, aty në një cep të errët të mendjes, diçka e vogël lëvizte si hive. Iku shpejt ajo ndjesi. Nuk e la të rritej, dhe ndoshta duhet ta kishte dëgjuar. Kur lindi Arlindi, jeta e tyre mori ngjyrë të re. Arditi nuk e kishte menduar kurrë se sa shumë mund të ndryshojë një foshnjë një burr. Kur ja sollën në duar, Arlindi ishte aq i vogël, me sy gjysmë të hapur dhe me duar që mbaheshin te gishti i tij. Mirë se erdhe bir, përshpëriti ai. Premtoj ta bëj këtë botë të sigurt për ty. Kesi, nga ana tjetër, u duk sikur u fundos mes emocioneve. Pas lindjes, humori i saj ndryshonte shpejt. Qante pa arsye, irritohej lehtë. Ndonjëherë qëndronte orë të tëra në heshtje. Arditi e kuptonte se ishte lodhje, hormone, frikë. Kujdesej për të, gatuante, mbante fëmijën natën. Disa herë, Kesi e shikonte Arlindin me një shprehje që Arditit i dukej e largët, sikur mendja e saj ndodhej diku tjetër. Por, i arrinte pranë, duke e bindur veten se gjithçka do rregullohej me kohën. Jeta duke se po u buzëqeshte. Ata ishin një familje e re, me ëndra të thjeshta, me një fëmijë që gjante me dritë në një botë gri. Por, historia e tyre nuk ishte aq e qesa duke në sipërfaqe. Dhe ajo hije që dikur e kishte shqetësuar Arditin, së shpejt do të kthehej. Më e madhe, më e errët, më e vërtetë se kurrë. Arditi nuk e kishte menduar kurrë se lumturia e tij e brisht do të fillonte të lëkundej kaq shpejt. Më pak se një vit pas lindjes së Arlindit, gjërat filluan të ndryshonin. Në fillim, aq butë sa mezi dalloheshin. Pastaj, u kthye në një zhurmë të pandalshme që turbullonte mendjen e tij çdo ditë më shumë. Kesi nuk ishte më ajo vajza plotësjellë, që shikonte me buzëqeshje të pafajshme dhe me një shpirt të celur. Tani, ajo ishte e lodhur, e mbyllur në vetvete. Fliste shkurt, preke shpejt, shpërthente për gjërat më të vogla. Arditi, duke parë për ditëlodhjen e saj, mundohej ta kuptonte. Ndoshta është periudha pas lindjes, mendonte. Ndoshta është thjesht lodhje. Ndoshta jam unë që s'po di ta mbështes si duhet. Por, me kalimin e javëve, Kesi filloi të tërhiqej gjithnjë më shumë. Nuk donte të fliste, nuk donte të diskutonte. Edhe kur Arditi mundohet t'i afrojë, t'i përgatiste diçka të ngrohtë, t'i kujtonte momente të bukura, ajo mbyllej si një derë e rëndë hekuri. Grindjet e vogla filluan të shfaqeshin si çare të padukshme. Për mënyrën si mbahej Arlindi, për mënyrën si dukej ushqyer, për kohën që shpenzonin me njëri tjetrin, për financat. Në fillim, zëra të ulët, pastaj klizma, pastaj heshtje të gjata dhe të ftohta. Heshtje që i gjante një muri që rritej mes tyre çdo ditë më shumë. Arditi gjithmonë kishte qenë i qetë, i durueshëm, i përkushtuar. Ishte lloji i njeriu që zgjoi natën 5 herë për të kontrolluar djalin, edhe kur nuk vinte zila e monitorit. Sa herë qante Arlindi, ai e merrte në krah, i përkëdhelte flokët, i këndonte lehtë në vesh derisa të qetësoi. Kesi pastaj ishte e kundërta, shpërthyese, kritike, e lodhur shpirtërisht, sikur bara e amësisë e kapërrente. Kishte momente kur e shikonte djalin me pafundësi dashurie, por kishte edhe të tjera kur largohej dhe mbyllej në dhomë për orë të tëra. Arditi filloi të ndjente se ajo po i humbiste rënjët, jo vetëm si bashkëshorte, por edhe si nën. Kesi, a je mirë? E pyeste me zë të ngadalshëm. Ajo tunte kokën, pa e parë fare. Po, jam mirë, mos më rrimbi kokë. Dhe aty mbyllej gjithçka. Një të premte, Kesi doli me shoqet. Nuk ishte gjë e madhe. Çdo kush ka nevojë të shkëputhet pak. Por më pas, erdhën të shtunat, të djelat, të premten tjetër dhe gjithmonë e njëjta frazë. Mos më prit zgjuar. Arditit nuk i pëlqente mënyra se si ja thoshte këtë gjë. Me nervozizëm, me ikje, me një lloj mbrojtje që nuk ishte qenë kurrë pjesë e saj. Pastaj erdhën mesazhet e fshehta. Ajo kthente shpinën kur shkruante. Mbyllte telefonin me shpejtësi kur ai afroi. Fshinte të gjithë historikun e bisedave. Shumë gjëra mund të ishin rastësi, por kur rastësia përsëriti çdo natë, bëhej sinjal. Një natë, Egla, motra e Kesit, i tha Arditit me një ton që nuk dinte nëse ishte paralajmërim apo dhimbje. Kesi,
Nuk ka qenë kurrë shumë e qëndrueshme në marrëdhënie. Mos prit shumë lojalitet nga ajo. Arditi mbeti pa fjalë. Zëri i Eglës ju duk si një thikë e hollë që preku një plagë që nuk e dinte se e kishte. Ai kujtonte shpesh fjalin që i thoshte. Nuk dua të flasim për të kaluarën time. Thjesht të ecim përpara. Atëherë, Arditi nuk e kuptoi ç'donte të thoshte. Tani fjalët e saj i tingëllonin si një alarm që ai kishte zgjedhur ta injoronte. Nuk kishte dashur kur ta mendonte, por ndërsa shikonte Arlindin të flinte në djep, një shigjet e hollë dyshimi i shpërthente gjoksin. Gjashmëria, fytyra, forma e hundës, trupi, ngjyra e syve. Sa herë e shikonte, ndjente diçka të çuditshme që nuk arrinte ta shpjegonte. Diçka që të bënte të ndjej keq. I trembur, fajtori që po mendonte gjëra të pafalshme. Dhe pastaj, komenti Kleas, kushërirës së tij. Një pasdite, ai e mori në krahër djalin dhe tha me një ton krejt të pafajshëm. Sa tipare të forta ka, ndukesh sikur nuk e di kujt i ngjan saktësisht. Ajo qeshi, nuk e kuptoi peshën e fjalëve. Por, për Arditin, ato fjalë ishin fundosje e një titani në mes të detit. Po atë natë, ndërsa po kërkonte një foto në telefonin e Kesit, pa aksidentalisht një imazh që e ngriu dhimbshëm. Kesi, duke qeshur me një djalë që nuk e njihte, krejt të afërt, fotografi të vjetra. E pyeti veten. Pse nuk e kam parë këtë foto më parë? Kush është ky? Dhe pse ajo e ka ende? Të nesërmen, Arditi mori frymthell dhe vendosi ta përballte. Kes, kush është djali në foto? Ajo ngriti syt nga telefoni e irrituar. Çfarë ke me telefonin tim? Pse po më kontrollon? Pse po bëhesh kështu? Dua vetëm një përgjigje. Por Kesi shpërtheu, me fjalë të ashpra, me zë të lartë dhe me akuza. Je paranojak, je i çmendur, po më mbyt, po më shkatron jetën. Dhe hiku duke i përplasur derën. Arditi beti vetëm, me duart në qafë i dridhur. Dhe, për herë të parë, ai ndjeu qartësisht. Ajo po fsheh diçka. Një natë, kur Kesi ishte jashtë me shoqet, edhe pse ora kishte kaluar shumë, Arditi shkoi te tualeti. Pa furçën e dhëmbe të djalit të tij, Arlindit. E mori në dorë me zemër që i rrita aq fort sa duke sikur trupi i tij do të çajë. Futur në një qese të pastër, pa u menduar shumë. Të nesërmen në mëngjes, u acoi të gjitha laboratorit pa thënë asnjë fjalë. Nuk pati forcë as të shikonte punonjëse në sy. Ishte sikur e tradhtonte veten, por ai zë i brendshëm, ai zë i heshtur që i kishte ndjekur prej muash, tani bërtiste. Duhet të dish të vërtetën. Ditët e pritjes qenë tortur. Ai flinte pak, humbiste peshë, ishte prezent fizikisht, por mendja e tij ende te një terr ku gjithçka rrotulloi dhe shembej brenda sekondash. Djente faj, frikë, turp, zhgënjim, dhe të gjitha këto bashk ishin më të rënda se çdo barr që kishte mbajtur në jetë. E hëna erdhi, një telefonat e shkurtër, një zë i ftohtë. Për zotin Ardit, rezultatet e analizës tuaj të atsësisë kanë dalë. Ai mbajti frymën. Zëri vazhdoi i pamërshishëm. Probabiliteti i atsësisë 0%. Një pauzë. Pastaj, një përsëritje mekanike, sikur të mos mjaftonte. 0%. Bota e Arditit u thye atë çast, sikur dikush ja kishte zhdukur tokën nga këmbët. Dieu, një boshllok të ftohtë që i përfshiu gjoksin, një boshllok që nuk kishte fund. Ai nuk qau, as nuk bërtiti. Trupi i tij nuk reagoi. Thjesht u shua. Në atë moment, Arditi e kuptoi se gjithçka që kishte ndërtuar, çdo premtim, çdo kujtim, çdo natë pa gjumë pranë djepit, ishte ngritur mbi një gënjeshtër të madhe. Dhe asgjë nuk do të ishte më si më parë. Arditi u ul në koltukun e dhomës së denjes, duke mbajtur në dorë letrën e laboratorit. Zemra i rrita aq fort sa e ndinte deri në qafë. Ishte ajo që kishte frikë të shite gjatë gjithë jetës së tij, por që tani ishte e pamundur ta shmangte. E vërteta e hidhur, e shurdhër, e pathyeshme. Kur Kesi hyri në dhomë, heshtja u bë më e rëndë. Nuk kishte nevojë për fjalë. Një shikim i vetëm i mjaftoi Arditit për të kuptuar se ajo nuk e dinte se çfarë e priste. Kes, duhet të flasim, tha ai, zëri i ngurtë, i mbushur me dhimbje, por duke ruajtur një qetësi që nuk e kishte ndjerë për veten. Kesi e pa, dyshimin në sytë e saj. Për çfarë? Pyeti ajo.
me një ton që përpiqej të qëndronte i fortë, por dridhja e vogël në fund të zërit e tradhonte. Rezultatet e testit ADN. Ajo u ngrys. Një sekond heshtje e tmerrshme. Çfarë do të thuash me këtë? Tha me zë të ulët. Arlindi nuk është djali im. Fillimisht Casey heshti. Pastaj shpërtheu në lot, duke u mbuluar fytyrën me duar. Ishte një shpërthim që Arditi nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Një përzierje dhimbje, frike dhe pendimi. Ai qëndroi aty, duke e parë me zemër të thyer, duke u përpjekur ta kuptonte çdo grimc të shpresës që kishte mbetur. Ardit nuk doja ta dije kështu, tha ajo me zë të ngrirë. Isha me dikë tjetër. Pak javë para se të njihja. Nuk e dija se çfarë do ndodhte. Kisha frikë të humbisja. Frikë të humbisja gjithçka që sapo fillua. Familjen që ndoroi. Nuk e kisha menduar asnjëherë që do ndodhte kështu. Fjalët e saj rambi Arditin si plumbat më të ftohtë. Çdo premtim, çdo natë pa gjumë, çdo këngë që kishte kënduar për Arlindin në errësirën e natës, tani dukeshin si hijet e gënjeshtrës së madhe. Ai nuk mund të thoshte asgjë. Vetëm qëndroi aty, i ngrirë, i pushatisur, me sy që i dridheshin, duke u përpjekur të gjejë një rrugë dalje nga kjo rrjetë e dhimbjes. Dhimbja nuk ishte vetëm e prishjes së martesës. Ishte humbja e besimit, humbja e sigurisë, humbja e çdo gjëje që kishte ndërtuar me kujdes. Ai ndjeu tradhti, një zemrim të djegur që i shpërthente në gjoks. Por mbi të gjitha ndjeu boshllëk. Boshllëk që i zhdukte çdo frymarrje, çdo hap, çdo mendim. Ai e kishte rritur një fëmijë me shpirt, dhe tani i thonin se nuk ishte i tij biologjikisht. Çfarë është prindëria? Mendoi Arditi. Është gjaku apo është dashuria? Kujdesi, netët e gjata pa gjumë, premtimet që bëjmë pra një ndjepi. Dhimbja e një burri që kishte dhënë çdo pjesë të vetës për fëmijën e tij, tani duke e pa kuptim. Të gjitha ato muaj, ato net, ato këngë në errësirë, çdo përqafim i vogël, çdo buzëqeshje e Arlindit, nuk do të kishin rëndësi për disa njerëz të jashtëm. Por Arditi e dinte se ato kishin rëndësi për gjithë jetën e tij. Natë mbrëmje, kur heshtja pushtoi shtëpinë e tyre, ai vendosi. Nuk mund të vazhdonte me Kesin. Edhe pse e donte ende, edhe pse zemra e tij thoshte ndryshe, mungesa e sinqeritetit e kishte shkatruar gjithçka. Case, ne nuk mund të vazhdojmë kështu, tha zëri i thyer, por i vendosur. Mungesa e sinqeritetit ka shkatruar gjithçka. Nuk mund të vazhdojmë jetën tonë në gënjeshtra. Nuk mund të kthehemi prapa. Ajo u tërhoq tek familja e saj, ku motra, Egla, e qëndroi pranë duke e mbrojtur, por duke e kritikuar për gabimin që kishte bërë. Ndërsa Arditi mbeti i vetëm. Me dhimbje, ai ndjei një bërshllok që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Por një pjesë e tij që nuk do të shkonte askund, ishte Arlindi. Sipas ligjit, Arditi kishte të drejtë të kërkonte heqjen e përgjegjësisë prindërore. Ishte e ligjshme, e drejtë në letër. Por zemra e tij nuk mund të pranonte një veprim të tillë. Ai nuk do të hiqte dorë nga djali që kishte rritur, ushqyer, përkëdhelur çdo ditë që ka lindja. Ai është dhe do mbetet djali im, mendoi. Biologjia mund të ketë mashtruar, por dashuria nuk ka mashtrim. Ai më ka bërë baba në çdo mënyrë që ka rëndësi. Kështu, pavarësisht dhimbjes dhe tradhtisë, Arditi vendosi të mos ndërhynte në të ardhmen e Arlindit. Ai do të ishte aty, gjithmonë, në çdo hap të rrugës së djalit. Ata nuk jetonin më bashkë si familje. Shtëpia që ndan ishte e boshatisur për momentin, e mbushur me heshtje. Por Arditi vizitonte Arlindin çdo javë. Ai e shikonte të rinte, të mësoj, të qesh, të përqafoj, të flas. Kur Arlindi thoshte për herë të parë babi, zemra e Arditit shpërthente. Ai e kuptonte që biologjia të jep lidhje gjaku, por dashuria të jep lidhje jete. Ai ishte baba i tij, jo për ADN, po për zemër. Do të jem gjithmonë këtu, i tha Arlindit një ditë, duke e përqafuar fort, dhe e kuptoi se asgjë nuk mund ta shkatronte atë lidhje. Arditi e kuptoi se duhet të rindërtoi jetën e tij. Filloi terapi. Fjalët e hidhura që nganjëherë dëgjonte në kokë filluan të zbehen. Ai rifilloi punën me pasion. Arkitektura ishte sërish vendi ku mendimet e tij qetësoheshin. Bashkë me të, Hiati, Fatmiri, ishte mbështetja më e madhe. Nuk kishte fjalë,
për t'i shprehur se sa e vlerësonte praninë e tij. Ai u shndërrua dal nga dal. Tani nuk ishte i thyer si më parë, por i fortë në mënyrë të heshtur, me një dashuri të re, të pakushtëzuar për Arlindin. Kohët e vështira u shndërruan në rutinë. Ai vizitonte Arlindin çdo javë. Shikonte atë të rritet, të mësoj, të ndëroj. Ai e ndjente çdo përparim, çdo hap, çdo fjalë të parë, çdo këngë që e mësoi me të, si një dhuratë e madhe nga jeta. Casey po përpiqej të rindërtonte jetën e saj gjithashtu. Por pendimi e ndiqte gjithmonë. Ajo e dinte se kishte shkatruar besimin e një njeriu që e donte si askush tjetër. Por nuk kishte më kthim pas. Dhe Arditi, megjithatë, kurrë nuk u largua nga Arlindi. Arditi humbi një grua, humbi një ëndër, por nuk humbi kurrë një fëmijë, sepse baba nuk të bën gjaku, të bën zemra. Ai e rriti, e dashuroi, e përkëdheli, dhe për të, ky është i vetmi standard që ka rëndësi. Në fund, dashuria e vërtet nuk njeh gënjeshtra, por nuk harron kurrë ata që e duan pa kushte.